Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Të ndëruar vëllezër besimtar, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po besoj që me këtë ligjëratën e sotët do ta përmbyllim këtë cikël të ligjëratave në lidhje me kapitullin e kufumave apo të xhenazës. Jemi mundu që me sqaru gjitha ato, është ajo gjitha, por gjërat që janë më të rëndësishme dhe të nevojshme me i ditë besimtarët dhe me vepru pastaj në rastet varrimit, duke fillu prej momenteve kur personi besimtari është momentet e vdekjes, para se me vdek, pastaj veprimin ose gjërat që duhet me i pas në hatër pasi të vdesjes që duhet me vepru, dhe deri tek varrimi, pjesëmarrja në varrim, rregullat, dispozitat. Aleikum selam. Gjërat që duhet me i punu xhamati, po dhe familja e të vdekurit. Javën e kaluar kemi folë për varrin e muslimanit besimtarit, se si duhet i jetaj, dhe kemi thonë se varri ka është pjesë e brendshme dhe ndërtohet me vepra të mira pa dyshim, dhe kjo është e rëndësishme dhe këto mund ta bëjnë njerëz sa janë gjallë. Sepse ka në hadith, varri ose është kopsht prej kopshteve të xhenetit, ose Allahu më rujt është grop prej gropave të xhenemit. Andaj, duhet më përgadit, ose duhet me ndërtu të dashur vëllezër atë shtëpi të cilën kemi me jetu gjatë, sigurisht se ma gjatë, ose shumë ma gjatë se jeta jo në këtë botë. Zoti e din pastaj sa do të jetojmë, pra deri të bëhet kiameti, njerëzit do të qëndrojnë në varreza. Njerëzit do të qëndrojnë në varreza. Është një jetë e gjatë pa dyshim, po alhamdulillah për besimtarët e mirë që ja kanë bërë hizmetin, që ja kanë kujtu dhe kanë vepruar, shpresojmë që me pasë jetën e mirë në varreza. Kurse për besimtarët, por edhe me katarët, besimtarët me katarë, veçanti disa mëkate, sigurisht se do të shijojnë një pjesë të dënimit dhe ndëshkimit për veprat e tyre jo të mira, edhe gjatë jetës në varreza. Allahu na rujtë Rabbel Alamin. Kanë shku të njëri prej besimtarëve, dietarëve të vjetër, e kanë ditë si hoqë të mirë pa dyshim, por e ka pas senet mirë, ka punu, ka pas tyra, ka gjashon, por me gjithatë kër kanë shku në shtëpi, nuk e kanë pas shtëpin të rregulluar, s'kan pas shumë orendi i kështu më radhë, për pyesin, po te o zatnik, ka jetu i quë, ka jetu i palu dikona, që ka jetu vo? Thot jam duke ndërtu një shtëpi dikun tjetër. Një shtëpi dikun tjetër, në rrugën Beja, në rrugën Ceja, Zoti e din, jo të dashur vëllezër, pra kishte për qëllim, jam duke ndërtu një shtëpi, cila pra shtëpia pas vdekjes, ajo është varri. Andaj të dashur vëllezër, kushtoni vëmendje dhe kujdes, dhe kushtoni një pjesë të jetës së juaj, edhe ndërtimit të kësaj shtëpie të cilën do të qëndrojmë gjatë. Në këtë jetë, në këtë botë, njerëz po marrojnë shtëpia, disa prej tyre që janë më të moshuar, ndoshta ju ka rrotë 3-4 herë me marrë shtëpi. Një herë kur janë ndonë me xhallar, tani janë rrit pak me djem, tani e kanë ndru trollin krejt, e kanë lënë aty në katon, e kanë ardhur, e tash po kthehen po i bojnë do villa atje ku janë kanë, e kështu me radhë. Por ndoshta 4-5 shtëpi kanë ndërtu dhe i ka shku jeta të marru shtëpi, e gjitha kena me lanë, nuk është për derisa është halal, alhamdulillah, nuk ka gjatë keqe. Por
mesazhi është thirrja që ndërton shtëpinë të cilën kemi me qëndru vetë. Këto të tjerat po qëndrojmë vetë disa ditë, disa vjet përkohësisht dhe pastaj po trashëgojmë të tjerë. Kurse kemi një shtëpi të cilën e ndërtojmë ne me veprat tona, as kur tjetër ato s'ka dorë, veprat e tona veç. Dhe në atë shtëpi kemi më fut vetëm ne, secili prej nesh. As baba, as nona, as grua, as fëmijë, as krejt veç e veç. Dhe ajo shtëpi tash vëllezër pra është shtëpia e varrit. Besimtari duhet me kushtu rëndësi. Allahu ja bëhet varrezat të afërm ta ya Rabbel Alamin, por edhe neve kur do të shkojmë kushtet e xhenetit. Dhe mos na i bëft ya Rabbel Alamin ngropa për gropave të xhenemit. Me një hadith profeti alayhi salatu wassalam gjatë pjesëmarrjes në një marrëm, ndërruar vëllezër, pasi ka kërku që pjesëmarrësit të bëjnë dua dhe lutje për të vdekurin, ka tregu se si do të vazhdojnë gjërat me të vdekurin pas varrimit. Subhanallah. Të vinë dy me laçe dhe e ulin, kjo është ilmul ghaib, kjo është e msheft, pas muna ne me ditë, por ne e besojmë sepse ka unë hadith të vërtet. Qysh, Allahu alem, se kurse, si dim edhe shumë gjëra tjera. Megjithatë, e ulin ka dalë dhe ja parashtrojnë disa pyetje. 3 pyetje janë: cili o filan, cili është Zoti yt, cila është feja jote dhe cili është pejgamberi yt. Thot pejgamberi alayhis salam, besimtari i përgjigjet besimtari mirë, i cili ka njoftë dhe i ka ditë këto pyetje dhe ka punu me to sa ka qenë gjallë, thot i den dhe përgjigjet Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe profeti im është Muhamedi alayhi salam. Andaj, thot vjen një zë, sadaka abdi, të vërtetën e ka thonë në robi im, fefreshu, dhe thot pastaj ky zë, shtrënja robi tim, shtrojen prej xheneti, veshnja robi tim, veshen prej xheneti, waftahu lahu baban min al-janna, dhe hapni atij një dritare për në xhenet. Dhe pastaj thot hadithi vazhdon, këtij personi fillojnë me ardhur të mirat ose fillojnë me shiju të mirat e xhenetit duke qenë në varr, madje edhe sheh vënën e tij në xhenet dhe thot: o Zot, e qimisa, bën e kiametin, sepse din sa ti sunhen po bo kiameti, subhanallah. Kurse pjesa tjetër e hadithit, se qysh veprohet ose qysh përgjigjet dhe pastaj qysh veprohet me pabesimtarin, është jashtëzakonisht rëndë dhe vështirë, por nuk do të hyjmë në atë pjesë sot, sepse ne kemi pas realisht një rregullat e fikut më tepër. Pas përfundimit të varrimit të dashvëllezër, dhe kjo është tema e fundit, që duhet me bë të gjatë. Pasi të përfundon varrimi dashvëllezër dhe të mbulohet i vdekuri, është e pëlqyer. Kështu vepron profeti. Dhe kështu i porosiste me vepru edhe xhamati. Është me bë dua dhe me kërku falje për të vdekurin. Me bë dua dhe me kërku falje për të vdekurin. Profeti selam në këtë hadith thot ka ardhur dhe është ul tek afër buzvarrit. Dhe ka pas një shkop në dorë, kurse ne kështu që po transmeton. Ne thot po qëndrojmë
dhe kush të përkullur dhe kush prej neve nuk po bën zonë. Sepse nuk është e rritë është për ato që i ka zemër, kur të varroz dikon dhe kur çkon të vorët për ato që i ka zemër nuk është shumë e lehtë. Për ato që i ka zemër gjallë. Kurse nëse zemra është mbulu dhe mbush me mëkate, sikurse që po na ndodh ndoshta sot në kohën e sotit, njerëz shkojnë te vorret e pojnë mohabet te vorret e knoqen tu po thotë çmallum te vorret e moti spas kum pobre, e ja çet një cigare te vorret e ata e mbulojnë. Kurse një pjesë e madhe nuk janë fare, nuk janë të ditë se një të nesër me të afërt i jeç ato. E sahabët më thojnë, neve në mbuloj një farloj pikëllimi, mërzia dhe kush nuk folke. E profeti erë të varri afër shkopin e dorë dhe më shejke qështu tokës dhe thoshte bëni dua për të vdekurin fe innehu en ju thabitahu Allah fe innehu yus'al al-an. Bëni dua për këtë vdekur që Zoti me forcun, çka me forcu? Sepse ai tash ta merret në pyetje, subhanallah. Tash ka fillu protokolli i ahiretit. Pro tash ai merret në pyetje. Diku ndoshta i vin dilema po ai që zvarroset po ata që pe lojnë në spital 4-5 ditë. E po ai që po ato janë çështje, ato janë detyra tjetër kujna, por në këtë rast, për këtë ngjarje, profeti po thotë që tash, kur u varros, që tash po thotë kjo po merret, po i bëhen këto pyetje që i ceka, ka fillu llogaria e tij, andaj ka nevojë me bë dua për to. Qysh me bë dua për to? O Zot forcoje. O Allah forcoje. O Allah lehtësoja natën e varrit. O Allah me mëshirën tonë dhe mëshiroje. Wastaghfiru lahu dhe kërkoni falje për to. Dhe është transmetuar po ashtu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka qëndru një kohë pas varrimit tek varri duke u lutë. Dhe kështu është mirë me vepru në veçanti familjarët, në veçanti në mesin e familjarëve kur ka besimtar të devotshëm djel e vllazni, a baba kush është gjallë që e ka dert dhe e ka gojle se me çka është duke ballafaqu i vdekuri, është mirë me qëndru të varri dhe me qu dur lart dhe me lut Allah. Kështu po thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Tek ne është bërë shprehi që shpejt me dalë mi përcjell ata që kanë në varrim. Është në rregull sepse kanë ardhur me të ndëru edhe ty edhe të vdekurin. Është në rregull me i përcjellë ata dhe dikush ndoshta mos ka mundësi me ardhur në shpreh ngushtime e shfrytëzon çat ditën e varrimit dhe është në rregull kjo. Por sunet është që me qëndru spaku dikush me qëndru dhe më lut për atë vdekur që e përcjell. Sepse ai ka nevojë tash për lutjet tua. Lutje do të këndimi Kuranit për të vdekurin në këtë rast edhe të vorret ka disa ose në dy mendime, disa kanë thonë që nuk është transmetuar prej profetit selam që ka këndu do që shë këndojmë tek ne pas varrimit, nuk është transmetuar dhe kanë thonë masi nuk është transmetuar, na po nalim që ato që shka po pejgamberi selam. Të tjerët kanë thonë bën, sepse Kurani është fjalë Allahut, është lutje, është mëshirë, është rahmet, dhe kanë punu dhe punojnë disa vende prej muslimanëve sipas këtij mendimi. Kjo ke pika e parë, çka do të më bëj. Dyta do shëllëzër është si pikë e rëndësishme për me sqaru, sepse do ta përmbyllim këtë cikël të gjeratave, është e pomja, ose ngushëllimi.
Fillimisht cila është dispozita e ngushëllimit. Me shpreh dikujt në ngushëllimit në rastet të vdekjes, cila është dispozita. A është farz, a është vajib, a është sunet, a është e pëlqyer, a është e ndaluar. Është vepër e pëlqyer, e preferuar. Me shpreh ngushëllime familjarëve kur ju vdes dikush. Pjesëmarrja në varrim tash se ka të bëjë me të vdekurin. Mos e ngatroni këto. E pamja ngushëllimi është për të gjallë. Me shpreh ngushëllime, pra është e pëlqyer që më shpreh ngushëllime atyre të cilët e kanë humbur anëtarin e familjes. Kjo është e para. E dyta, mënyra, a ka një mënyrë të veçantë? S'ka dyshim se me mujt besimtare dhe gjitha lutje, sa e është lutje. Shkojna me po dikon, a bojna lutje ato. Me mujt me praktiku ato që ka orë në hadith është me mira. Po që s'ka mundësi, ka thonë për vete sëram, është transmetu dy mënyra ma shumë që janë të përhapur. Lillahi ma ata, wa lillahi ma akhad. E Allahut është ajo që ta ka dhonë, ose që e ka dhonë dhe ajo që e ka morë. Pra kjo është mesazhi i parë. Tash kjo që ju dul për i shtëpis, kjo është i Zotit, është krijesë Allahut. Dhe ai e mur krijesën e vet. Kjo më të kallëzu që nalo, bën sabër. Wa kullu shay'in indahu biqadar. Dhe çdo gjë tek Zoti është me caktim. Pra kjo vdekje nuk ka ndodhur, kjo është tash mesazhi i dytë. Pra, ne jemi krijesat Zotit, edhe kjo është i tillë, dhe ne duhet me di që ka me shku. E para, e dyta, ka ndodhë, çdo gjë ndodh me caktimin e Allahut, i ka ardhur momenti. Pra, është ngushëllim i madh, sepse po ka raste të vdekjeve të ndryshme. Dhe tash njëri ti bëhet merak. Po mos ti shkue, po i thash rreje, po mos te kish bëhe, po rrezue, po i ka ardhur momenti. E kur ti vjen momenti, vdes ndoshta edhe në xhum, vdes qysh po ka raste. Ka në momenti, çka më thon tash? Tu fije të kon. Ndhum. Tu fije. Kur far rreziku s'ka pas. Por i ka në momenti vdekjes se duhet me vdek. Po kjo është dhe çdo gjë është me caktimin e Allahut. Andaj dhe shpreha e fundit ka thonë bëni sabër dhe shpresoni shpërblim. Bëni sabër se keni më shpërblim. Kjo është njëra prej formave që profeti sallallahu ju ka shpreh ngushëllime, dhe një tjetër formë që është pak më e shkurt është adham Allahu ajrakum, Allahu u shtoft shpërblimin dhe mëshiroft të vdekurin. Këto dy janë transmetuar. Por edhe shprehje të tilla dhe shpëtëzër që janë që shpërdoren edhe tek ne, Allahu e mëshiroft, inshallah për xhenet, Allahu e falt, bëni sabër, bëni gajret, këto janë këtë mira dhe që të sillen. Kurse mendoj se e shpreha veç ngushëllime nuk është për musliman. Nuk është për musliman. Fjala ngushëllime nuk ka gjë të keqe. Është në gjuhën tonë. Por është e varfër me shku dikon me po me thonë veç ngushëllime. Jo mëre mëzlime fjallë, për thuja Allahu e mëshiroft, për bëndo. Allahu e mëshiroft, Allahu e falt, Allahu me zenet e gradoft, Allahu të mirat ja shënfishoft, veprat e mira ja pranoft, të ligat ja mbuloft, varën ja zgjeroft, dhe lutjet të tjera. E kur shkojna me po të ata që si janë musliman, çka më thonë? A ndodh me shku. Dikush e kona e shok, dikush e kona e këjshi, dhe i ka vdek në i afrë, qysh me shprej ngushëllime. A ka dikush vullnetar, sepse është ora e fundit në këtë tash vjen ajo shkojmë. Mesela radhës,
koha është e shprehjes në ngushëllime, pra kur është koha për me ngushëllu dikën? Disa dietarë kanë thonë prej momentin që të vdes. Që atë moment që ka vdek dhe njëve që ka vdek, mundesh me shku, mundesh me thirr, nëse takon i thua Allah inshallah për xhenet, edhe mas varrimit, pro edhe para varrimit. Disa bile kanë bërë si shprehin është atë ditën e varrimit, po edhe çashtu edhe kur vdes, të shtëpia me qasia rrethi afrohen. Të tjerë kanë thonë më mirë është pas varrimit, por në rast se ka mërzi të madhe në familje, është mirë s'po dikush bile me shku edhe para varrimit, por ndodhë që e jeta ku ke shku para se më varros, nuk është detyrimisht e kërkuar me shku edhe herë mas varrimit. Nëse i kesh po flasëm tash dashur vëllezër fetarisht. A është mirë me shku ato që nëse ki të afer me kia është mirë, është tjetër mesele. Është mesele me rëndësi, sepse po na ndodh shpesh, a është obligim tash me qel të pome? Obligim nuk është. Obligim nuk është. Bilet e disa dietar edhe nuk e preferojnë. Disa dietar nuk e preferojnë. Pse? Kanë thonë sepse është një farllëj shprehje e mërzisë që hajde o njerëz shehna se neve çka na kanë ndodhur. Çështo e kanë arsyetu këta qëndrimin e vet. Të tjerë thonë rregull është edhe mu hape pamja, sepse u lehtëson atyre që po dojnë me ardhë me të po, u lehtëson edhe vinë, ma letë vinë që ato të shojnë se sa me thirë të shpia je ato, asje ato e kështu më radhë. Sa ditë që të penalëm dersin. Sa ditë është e pamja? 3 ditë, 5 ditë, 2 muaj ditë të konë këtu njëherë, 1 muaj ditë. Dhe më thonë nuk është e domë me ditë kjo punë. Atëherë ka pas nevojë me konë gatë, sepse konë shtirë me shku, dhe i ka një nështë ta shku 2 javë. E kanë marrë veç që ka vdekë mas 1 muaj dite. Për shamë, s'ka pas si kur sot, halo pa dekë mirë, duhet Facebook. Ndryshë konë atëherë. 5 ditë, 7 ditë, 3 ditë, dikun 1 ditë, dikun 2 ditë, pra nuk është sipas rrethonave, edhe modifikohet, Haxhi ma jep edhe 1 minutë, kështu që ka thonë 40 hamsinit, që ashtu thojnë të na. Në jep një 3 ditë ho, një 2-3 minuta për jaman Haxhi s'ho. Koha, veni, nuk është me rëndësit është lëzër, por nuk ka vend caktuar për mi shpreh ngushëllime. E shet xhami, ka pru me fol xhenozën, e shet djalin, e shet inshallah për xhenet, e kryhe. E shet te vorrat, i ke shpreh ngushëllime, në rregull është. I ke shku te shtëpia, në rregull është. E ka qelë të pomën dikon, në rregull është. Por nuk është shprehja e ngushëllimes e lidhur veç me një vend. Nëse ka qelë ato te oda, mos me i shku ato stanxhej. Kja stanxhej është punë e tina, po ti nëse e ke po dikun tjetër dhe i ke shpreh ngushëllime, në rregull jena, po flas fetarisht. Po vinë ashtu edhe rrethona të ndryshme, njerëz koxha fort në për obligime, në për punën, në për detyra, kështu që kanë do të më qenë spoku ata që kanë në rastin, do të më qenë pak më ose do të më qenë tolerant, më mirë kuptu njerëz nëse eventualisht nuk kanë mundësi me orën çat kohën e caktuar, në çat vendin e caktuar. Edhe në diçka çapo ta çef me përmene që është bërë si shprehje që është në kundërshtim me udhëzimin e Profetit selam, është me shtru buk ditën e varrimit familja të vdekurit. Kjo është në kundërshtim me udhëzimin e pejgamberit selam. Realisht kur ka ndodhur vdekje në një familje, pejgamberi selam ju ka thonë familjes të vet ose shokëve çonja do buk çasoj familjes ata ka vdek. S'ka nërën ata më kthy bukët, as për vetë ata s'u bojnë bukë. E sa do bosh shprehi
me i bo qindra vetë ato mas varrimit, një këthy bukë që një ka në varrim me në ruë. Mendoj që nuk ka nevojë të dashur vëllezër, sepse edhe harxime, edhe ngarkesë, edhe tani dikush kush nuk po ka mundësi me bë, po ngushtohet. E sot me kthy një drek për 100 vet, shkon dikun 700 euro ose 1000 euro ndoshta. Edhe fundit këtë me këto përmbyllje se zgjata pak, mas të pomës zakonisht ose qelimet a duhet me knu. Profeti selam nuk i ka knu, as familjarët vetë dhe nuk është trashëgu që ose nuk gjinet në për libra që pejgamberi selam e ka bon një formë të tillë, një ritual të tillë për me përmbyll të pomën ose për me aknu edhe me quhe hedije të vdekurit mas vdekjes. S'ka dyshim se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit alayhi salatu wassalam. Zoti në rrotë shpërblet na e bën halal sepse e kalova pa kohën, por inshallah taala ja u kompenzoj tash namazin e falën veç 2 recate farzin. Hajde.